Prej vitit të 2000 në qytetin e Kukësit funksionon Akademia e grupeve moshave në futboll, e cila përfshin kategoritë nga U7 deri në U17. Kjo akademi drejtohet nga trajnerët Agim Bela dhe Gëzim Shehu, të cilët çdo fundjavë zhvillojnë stërvitje taktike e teknike, si dhe ndeshje miqësore që shërbejnë për zhvillimin dhe vlerësimin e të rinjve. Trajneri i grupeve moshave U17 Agim Bela thekson se qëllimi kryesor i akademisë është zbulimi dhe formimi i talenteve të reja në futboll. Nëpërmjet këtyre ndeshjeve mendojmë që zbulojmë sa më pak talente që kemi. E mundojmë që stërvitjen e kemi fokusu në aspektin teknik dhe taktik. Nëpërmjet këtyre grup moshave mendojmë që nxjerrim një element për ekipin e parë. Por punojmë çdo ditë, kushtet i kena të mira, mendoj që edhe prindit domethënë kemi kërkesa nga ana prindve, domethënë edhe jemi mundu që t'i fusim edhe në kampionat. Edhe mendojmë që avash do krijojmë grup moshat edhe në kampionat do marrim pjesë me U9, U11, U13, U15, U17. Sipas tij, përgjatë viteve janë evidentuar disa futbollistë me potencial, ndërkohë që grupet moshat kanë marrë pjesë në kampionatet e zonës së Veriut, ku ekipet kuksiane kanë arritur rezultate të mira deri edhe në fitimin e titullit kampion. Vjet domethënë ka dalë U15 ka dalë kampion. U17 në play-off ka humbë finale. Domethënë kemi element, kemi lojtar, a kupton, nuk kemi si ashtu, por duhet punë, pa punë nuk ka. Trajneri Bela shton se për arritjen e objektivave afatgjata është e nevojshme vazhdimi i punës së përkushtuar, por edhe mbështetja nga klubi i parë i Kukësit dhe institucionet lokale në mënyrë që të krijohen kushte më të mira për rritjen e brezit të ri të futbollistëve. Nga presidenti, nga i klubit, a kupton. Mendojmë që do të shikojmë çfarë mund të na ndihmojë, atë paktën pjesën e këtyre gjanave elementare, baza materiale, në transport. Akademia e futbollit në Kukës vazhdon të mbetet një ndër qendrat më aktive në veri të vendit, duke ushqyer më shumë energji dhe shpresë të ardhmen e futbollit shqiptar dhe kuksian.